Kush do martohet sot? Do ikemi një dasëm tjetër, kështu që hajde bëhemi gati bashkë. Kjo dasma ishte si një përrall. Nusja dhe dhëndrit dukeshin më bukur se kurrë dhe gjithë atmosfera ishte shumë magjike. Ne bëm shumë foto, po tani do ju tregoj se çfarë kam veshur te kjo dasma. Herën e kaluar vesha një kostum vishnje me vija, këtë radhë kam zgjedhur këtë kostumin kështu. Po lexoja komentet dhe pas që shumë për ju thoni që kam unë radhën për të martu, po unë jam akoma shumë i ri, kam kohë. Ja ku janë këpucët. Mendoj që këto këpucët e thyen pak edhe do shkojnë shumë mirë. Në qoftë se po ju pëlqen kjo video, mos harroni t'i bëni like, lini një koment dhe shtypni butonin follow. Tani po pyes veten, ata vesh dhe jelekun apo të vesh vetëm xhaketën? Pa më shkruani pak në komente si ngjan më bukur. A mos duhet ta kisha veshur kostumin bashkë me jelek në dasëm? Veshim edhe xhaketën? Tani që po e shikoj këtë video, mbase duhet ta kisha veshur dhe jelekun se nuk ngjaka keq. Ta provojmë edhe një herë pa jelek se ndoshta ngjan më mirë. Ky është parfumi që po përdor sot, e dim keni bërë shumë pyetje çfarë parfumi përdor, edhe shikojeni mirë. Okej. Do ma veshi këtë varsë. Nga që ishim shumë vonë nuk pata kohë të filmoja më shumë, po ja ku keni disa pjesë nga dasma. Unë e thash dhe në fillim, por po e them prap, jemi kënaqur vërtet shumë në këtë dasëm. Po tani kush e ka radhën për tu martuar?